Për më shumë se 2 dekada, nuk ishte ndëshkuar asnjë person për dhunën seksuale gjatë luftës. Që nga viti 2018, kur institucionet vendore morën kompetencat për trajtimin e krimeve të luftës, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës ka dorëzuar mbi 50 raste në Policinë e Krimeve të Luftës dhe Prokurorinë Speciale. Në këtë periudhë janë ngritur 12 akt akuza. 4 raste kanë përfunduar gjykimin me 3 dënime për dhunë seksuale. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës i ka përfaqësuar të gjitha rastet me avokat, jurist dhe psikolog. Deri tani janë shqiptuar 58 vjet burg për 4 të akuzuarit. Dënimet përfshijnë: Zoran Vukotić, 13 vjet burg, vendim i konfirmuar në të gjitha shkallët. Živojin Nesić, Zhika, 15 vjet burg, është në vuajtje të dënimit. Ivica Rajković, 15 vjet, dhe Dragan Denić, 15 vjet, të dënuar në mungesë. Funksionalizimi i dhomës së sigurt ka lehtësuar procesin e paraqitjes së rasteve dhe mbrojtjes së të mbijetuarve. QKRMT ka përfaqësuar 10 raste në gjykatë për njohjen e statusit të viktimës. Disa prej tyre pas refuzimit nga komisioni fituan të drejtën për njohje retroaktive dhe kompenzim. Një rast u kompenzua me 24.000 euro pas 7 vitesh pritje. Një rast tjetër me 13.000 euro pas 3 vitesh. Po ashtu, mbi 10 raste janë dërguar për pension të dyfisht. 3 prej tyre kanë fituar këtë drejtë dhe kompenzim në retroaktiv për 24.600 euro në total.